31 tetor, keni lindur të mirë. Qenia njerëzore lind në një prirje drejt virtytit. Muson Rufi, ligjërata. Ju keni lindur të mirë, të gjithë jemi krijuar nga natyra, tha Rufi, në mënyrë që të jetojmë të lirë nga gabimet e fisnikërisht, jo se njëri mundet e tjetri jo, por të gjithë. Ju keni lindur me një tërheqje ndaj virtytit dhe vetëzotërimit. Nëse jeni larguar shumë për kësaj, nuk është për shkak të ndonjë prishje të brendshme, por nga ushqyera e gjërave dhe ideve të gabuara, siç ka theksuar Seneca. Filozofia është një mjet për të zhveshur të gjitha këto, për të kthyer te natyra jonë e vërtetë. Këndshëm. Let's get to the fucking gym. Okej, herën e fundit këtu me 205 i kapëm që të dyja setet nga 10 përsëritje, pra top range-in, kështu që kësaj herë rrita me 2.5 që pra me 210, praktikisht e seti parë synojmë që të kapim pak në 8 përsëritje. Pastaj te seti dytë me shumë si kanë për t'ia ulur, kanë për të bërë me 205, ose të shikoj njërë se do të duket. Por gjithsesi, provojmë mirë setin e parë për 8 përsëritje. Here we go. Okej, në, jo keq. E u me 2.5. Okej, këtu përpiqemi të kapim po 10. Here we go. Okej, kalojmë setin e curl. Okej, këtu setin e parë kemi kapur top range-in. Shpresojmë që të përparojmë të seti dytë. Here we go. Shpëtojmë pak, bëjmë setin tjetër. Okej, setin e dytë me 105 praktikisht pas kemi bërë 8 përsëritje. Do të synojmë për i më tepër. Here we go. Kjo gjë është me vërtetë e vështirë me përparuar. Ta mirë jetën, po që gjithsesi, të bëjmë më tepër. Fatkeqësisht gjoksin e kemi akoma, sumën e kemi akoma të vrarë dhe nuk bëhemi sot, kështu që kalojmë te shpina. Okej, këtu herën e fundit harruam që t'i fusim një 2.5 që edhe kapëm me 50-10, praktikisht top range-in, po edhe me 52.5 e kishim kapur më përpara top range-in. Normalisht e vetmja arsye që nuk doja të përpara edhe seti dytë është fakti që nga që kam hequr dy ushtrimet e gjoksit, edhe mendoj që ndikon pak ajo lodhja e gjoksit që mund të përpara këtu, edhe për ne i kam majtur standarde do thoja. Po që gjithsesi, kësaj here te seti dytë shohim sa do kapim. Nëse shikojmë mirë do kapim 10 që të i para për. Here we go.
Gjesh e rëndë. Edhe prapë ndihet çik supin. Po që s'ka gjë. Shtojmë pak bënese tjetër. Ja, okej. Synojnë pak për të ketë përsëritjet e eksploatit të dytë. Ndonë se nuk e di pse mu duke rëndë gjë sot. Më nxori zorët. Kalojmë tek e gjengjit. Kemi qenë se herën e fundit të dyja seta e kapëm 10 në 60, e rrita me 2.5. E një se di, shojmë sa do kalojmë seti parë, sa di seti dytë shojmë. Here we go. Okej, me mese tjetër. Okej, me 60 synojnë paktën 10 sërisht. Here we go. Okej, në radhë kemi supet, po dhe supet nuk do t'i bëjmë, kështu që kalojmë direkt te krahët. Okej, këtu herën e fundit me 62.5 që të dyja setet e kapën top range-in, kështu që rrita me 2.5 që synojmë se di sa të bëjmë mirë, po të paktën 8 deri në 10. We go. Se patëm të s'ka gjë, jo keqe. 9. Sem majp njëtën pesh, edhe përpiqemi të kapim 8. Okej. Kemi preacher curl. Kemi 72.5 e kemi kapur 8 setin e parë, synojmë që të përbarojmë edhe setin e dytë. Here we go. Okej, shpjellëm pak, bëjmë setin tjetër. Okej, seti e dytë, herën e fundit kemi bërë 6, synojmë për një më tepër. Nope.
Nuk e përmbajmë dot. Bëndë mos vëllë parë, edhe mbyllim për sot. Okej, nga të gjithë ushtrimet, dhe thoja, s'kam përparuar, mase ky është, nuk e kam shtyrë veten se për fat keq gjithmonë kur shtrangohen, kështu që rrispeshen. Jetë çik probleme të plagën edhe me kë po diskutoja para pak kohësh, ka mundësi që hernja të përsëritet edhe duhet bëj çik kujdes me këtë gjë se kush ha prap thikën. Nëse me 85 kg bëjmë 12 copë edhe mbyllim servitin për sot. Here we go. Okej. Kaq ishte servita edhe për sot. Kryzojmë kisha që herës tjetër të paktën ta kem të rikuperuar plotësisht supën. Jo se sot mase nuk e kisha, po prapë ndjeja që nuk më shtyja në kapacitetin tim plot ose që të bëja supët kapacitetin tim plot. Edhe do përpiqem që t'i bëj prapë çik terapi, jo tani, po në shtëpi, edhe me shpresë që të hënën të paktën të rikthehem, sado që është heavy day. Në të kundërt, nëse kam akoma pak probleme, thjesht mund t'ul pak peshën, po nuk besoj që ta na shkaloj gjoksin dhe supet të hënën. Kaq, kush e pa videon deri në fund, na lini tek thumbs up, në koment edhe shihemi në videon e radhës që është full body heavy day. Shift now.